A ishe martu për shembull me Mukit, që ma shumë kanë influencë dhe tua se ketë berberat së të më Prishtinë. Mes shkollës e biznesit, çka kishe zgjedhë? Njerëz të shkollum punojnë për ata të pashkollumtit, është rregull botnor kë, edhe ata që nuk kanë kryer shkollë dhe kanë hecë në jetë, për mu meritojnë respekt pafund. Një njeri që ka hyp në autobus të shkollës për shembull, edhe ka nejtë në kom nuk u ullë në për karrika, vetë sa mi kalu në i femën e mu bashkit me ta, e mi janë nisaj me full për shkollës diçka atin fakof. Jam tu tentu me qedh vetën mas një kohë e me nëzoni femën që është duan. Janë dhe tjerë që fillojnë dhezin pak tani në gjesin kapuqin, mos mi po njerëzit kishe qash të rëndësisha. Veç që ja kësha hi kapuqin i kësha hi shuplaka. Shpulla! Diplomës me nej me marrë, për jam të këqy një shkollë me blejnë Prishtinë. është një shkollë publike e shtetit, jam të dosh me blejnë krej. Profesora të rrugat Një vjetë e gjysë. Jam të dosh me blejnë, mi bo ketë. Miq të nderuar të emisionit 05, sonte kemi dalë pak ma ndryshe. Sot kemi ardhur te një prej berbera më të mirë në Ballkan. E kur them këtë fjalë, po dihet për kanë fjala, për Rizën. Tash jemi këto me Rizën edhe me Mulen. Përshëndetje, mirë se ardhë, kujtes. Muli, përshëndetje. Përshëndetje. Na sot kemi dalë veç me ardhë edhe me pa një lokal që është kaq shumë i rregulluar si berber që e keni bu, edhe me na tregu paka shumë rreth karrierës juve, çysh ka ardhur puna dhe çto, edhe për këto gjëra tjera. Kujdes, mirë se na keni ardhur mas pari, po shpresoj që keni me kalu shumë mas mirë se këto kur vjen të na kalon mirë. Jena në prakt një sezone se cila ka më konë tamam sezona me forte mojtë në mende i sot. Edhe keni me po video, keni me po gjona që keni pas një herë. Kisha këshillu shumë që përgjësi berberat venin tonë më konë pak ma atraktiv se definitivisht valla s'po kena konkurencë, s'po dhja që me bo ma shumë. Momentalisht për shembull, jam i bindun 100% që ma shumë kanë influencë të tua se ketë berberat së të më Prishtinë. Muli, qa po me ndonë të për... Qa me thomë senet për shien vetë, jenë rrjetet sociale për shiet, kush është ma enë, kush sështë, që është dha dhe Riza, të ka rritë të e mojtë në dorë një mikrofon, mi kalu me frizera, me ketë, mu bo ma e famshme, mu bo ma viral. Ta i ka 100 pajisë. I ka 100 pajisë që i mojnë në dorë dhe nuk di. Nuk është diçka që është tabu, është diçka që ju jep mësim, që ju zhvillohet një emision ose një intervistë pak ma virale. Po që për gazetari po na adhone njëtë ti për berbera, po? Vallaj në ka mojtë në dorë, po të kalëzaj një trofejti, ju të mojtë në dorë, një mikrofon, dytë diçka ina të mojtë në dorë, edhe që shtë jetësët për porëve kujtesë, se jetësët ndryshe. Riz, na premtove që 2025 ta pas ka me konë diçka flak. A ke mendu na i stil flak vetri me pru, se zakonisht i bjanë silet e reja në Kosovë. A ke mendu a jetë e mendu me pru diçka të re? Kujtesë, të deltash se je femën, e këtë momentalisht në i femën nuk e kena në intervistë, kërë më shem mu qatë në gjallë, tak del TikTok Riza qashe, që shenë i vetën? Stile të reja asha, veç risi. A ishe martu për shemë dhe mu kite? A pytje e ronë, Riz. Që është pytje e ronë? Pytje e ronë. Po, s'po di qa me thonë që të më dzune në ngosht. Që është më dzune në ngosht të vla? Na ke nëzonë ngosht, Riz. Mundësi e jetës për shemë dhe në të vesë, jem të vojtë shumë seriosisht? Janë mundësi po, Riz. Nuk po me na nëzonë ka që ngosht në intervjista. Kujtisë rasisht e tani, po më nështë të më... Vazhdoj me pytje tjera. Me bo më nëllë kamera, me bo me thonë tani ajde martu më pasha familjen dorën s'ka me ta jetë. Vazhdoj në Riz me pytjet e tjera. Qëfar të lej për mamon. Na i pytje, Riz, cili është një berber që nuk mundesh me durua, mundesh me na të regu, ose që shkam pak nerva? Pasha zotin ashta nuk e di pak, nuk mëna me dëru ka njerë që të flamurin, se para interviste do të mi thonë në vlo veshë se kena intervista, po të në qysh, dhe më në është tip shumë i papërgjetë shumë këtu në këtu. Mollë qa po me ndonë të asë, po mundi mu kuptua... Të s'pëgjeni një mes për bashkë. Kjo tek që tha të onë, tha që nuk shë berbera tjirë që i shkoj njerë, nuk ka kënë me po. Do më thonë një vetë mi berber që shë e mëne, se nuk shë tjerë. Kështë që do të me ditë sakt që kena nevoj edhe mi po berbera tjerë, kena nevoj me po diçka për ty në
Mi po dhe ata me dollë në shesh nuk bëhet se, veç me dollë dika me kalzu diçka që bojnë ata. Kështu që të berberat e frizerat diem që jena veç na edhe s'ka tjenë. Qysh ndihesh ti mol kur e ki në krah berberin ma të mirë me thonë? Qysh e ki atë? Qysh fillove të më njoftu me Rizën që me punu bashkë, se ju shumë zakonisht edhe në për intervista edhe gjithë ka jeni të nkohën bashkë. Po në kur jem konë një Jupiter, po të kalzej drejt se na këna zbrit pak prej një bote tjetër normalisht. Ky shkon të nuk dreza me shkollë, e kur e pash atë, apo të ndë ke mërzu për shkollëve ja mojsha, se interesant një Jupiter kejtë vogël ishin njerëzit. Tani kur erdha këto bonat gjigant, apo dhe qysh janë bota paralele, po janë shumë të çuditshme kujdes. Cili shko një person që nuk ishe pranu me qetë asnjëherë? Nuk ka kujtesa si njëre, apo nuk ka që si njëre që kisha pranu as njëre me qetë. Nashta që kisha pranu me qetë në njëre i cili mënot më bo viral, apo kuptan qysh mënot më bo i madh, pa u kona, apo kuptan edhe në përgjësiem të i po qëto të meta në strat tonë edhe qëto të meta në TikTok tonë, në përgjësi se TikToku ka fillu edhe ka qitë shumë ftyra në skena, apo kuptan si paqur ka jenë dalë. Edhe kur pisha, adin, e ka një farfame momentale, e ka një farfame vlot që është sot nesër sashta, po kuptan? E është diçka që një do të me punu bre, do të me bo bagazhe, më nështë ti me nga ka dhu tash ke fillu më bo njerëzakonisht viral në rrjetet sociale, edhe e sheh gradualisht me kohën që kjo është veç një prej 5.000 sene të mira që do shmi bo për marrë me një pozit, me një nivel ku qëndran, dhe më thonë në kategorik nivel, edhe do të me bo shumë punë, do të me bo shumë marketing, do të me bo shumë gjona reale, jo me nejtë si kur në shkuma, po pëtën se është diqka që nuk të marë. Për qëtë arsye që ta njerë që mënon me bos të sene, dhe qyrë s'kisha pas qef me pas as kontakt me ta, s'mi prejk me ta, dhe kisha sugjeru shumë popullë shqiptarë, dhe më konë pak ma shumë real vlla, më konë pak ma shumë reale, po pëtan, gjithë shka falcë, në venin tonë është definitivisht shumë falcë, gjithë shka falcë. Shte kujtesh se vjen lidhesh me një femën, për shambull, jenë laot në i sen, delë si daja bedre, nuk e dhe njëre a martu me dojt vetën, a den është pak e keqe. Riz, kështu me të pyet, nëse nuk i shikon shok, do me thonë edhe bashkëpunus me Mulin, a menon që i shkon Mulin një berber ma i forcët e? Muli momentalisht është berber ma i fort se ënë, për që të punë që e bënë është ma naltë se ënë, për shkak se e bënë me përkushtim, unë momentalisht unë jam biznismen, unë nuk prej flak, unë shumë pak mira me flak, për shkak se na këto kena një objekt madh, një vend madh ku jam drejtar i kompanisë dhe unë do të më mirë me gjona ma madhore. Sikur ti sot jetë e mojt ndorësit mikrofon, nesër dosh me mojt një gazet, mas nesër dosh me mojt, qa dosh me mojt kujtes? Dosh me mojt ndorët që është të shkojnë senet kujtes, ka dalë nuk shkojnë senet kujtes, pi shkollës sport 10, hap pas hapi. Mol, Me pi hapa, kështu shkollë. Mol, a ke pas në rast me Rizën a herë ku ju ka ndodhë mos me pas do me tha me pas mos marveshje me svete, ose si klient, ose të shkam e qëtishme që ju ka ndodhë, se në ashta në rast kini pas? Qëtash e po tani mos marrëshje dvogën me ty që e pat, se kësaj të rakiti fatin derë, e po mdo këtë tha jo për martes, e jam të qudit me Rizën se është hera por që i përshën një abstenim, se s'kom po kërë. Jo. Një kujtesa, po të kalzej. Veç po të kalzej mas emisioni zhëllë s'ka me lu me ty mo. Mos harra, me letra s'ka me lu. Rizë. S'ma bë me këtë synin që ka ma vën me këta nejtë s'pe kap kamera. Rizë, qa mund është me ju thonë berbera aftrise, që tash për momentin, nashta mujna me thonë që ka dhe paket, po ma shumë janë krejt që të përcilin të në kohën edhe, do me thonë, marin shumë sem prej stileve që i qanë të... Unë i kisha këshillu këtë berberat e ri me pos disiplinë punë, më konë njerës dhe më thonë që punojnë kategorik disiplinë të atashme të punës,
ju kisha lutë që për Berbera korriku e gushti nuk është për me shku në deti, për Berbera do të me shku në fillim tetorit ose në fund shtatorit, për shkak se do të me kry sezonën këtë komplet. Nuk bën me rrit menën, do të me konë modest, do të me konë i thjesht dhe do të me konë gjithmonë klienti ai cili është ma naltë se sa ti. Kur të vjen klienti, do të më një klienti ma i madh se ti, do të më një klienti ma i vlefshëm se ti, e jo shumica e Berbera vlo nuk e di jo në vlo, a jem të nejt me naj ambasador Kroacisë, a jem të nejt me naj fara ambasadori Slovenisë, a jem të nejt me një berber. Qysh falem, po ta thëm prap, avash shkojnë senet shkojnë të rrit, senet shkojnë të zhvillu. Ka dalje bosh i madh, s'më nësh më boj madh për një dit as për 2 dit. Rizën cilë në sheni sot i ka 15 vjet, 29 vjet i ka, 15 vjet përvoj punë, dhe më thonë, disciplin, regull, prej orës 8 deri në ora 8 mbrëmje. Për marë që të ku jam sot. E njerëzit vetë shojnë me një video, se të shojnë me një diçka dhe shojnë dhe mon shumë thjeshta, e shojnë të sene mirë, po kur hinë në rrjetet sociale pisha vlla. Mas 5-6 muaj jam shel Instagramin e janë të tjerë që fillojnë dhezin pak tani e nxjesin kapuçin, mos mi po njerëzit kishe çast të rëndësishëm. Veç që kisha hi kapuçin e kisha hi shuplaka. Shpulla. Mojnë me ta bo një pytje, masi edhe ma i ri. Tashte, po para gjukohen shumë për shkollë, apo mendon me hi me kry na i shkollë, me marrë na i diploma, na i sen se po flitet shumë që nuk po ka diplomat mjaftueshme. Diplomës me nej me marrë, po jam të këqy një shkollë me blejnë Prishtinë. Është një shkollë publike e shtetit, jam të dashur me blejnë krejt. Profesora rrogat. Një vjet e gjys. Jam të dashur me blejnë, mi bo ketë. Do të më shtjellën Me lëshu diploma, me lëshu ketë. Nxemja me kaftora momentalisht e ketë profesorat bon pe qyvyre ketë zë. Matematikës ju patën sos flakt në kaftar të hinë në mësimit. Se është niveli. Me femna, që ki punt? Allah kujtes që atje. Po veç që ka me femna vlajet dëvesa, po da më konë me mu thë jo, që shkom i pas punë të kesh, normal. Gazetarë, unë jam shkollume. E shkollume, unë jam i pas shkollume. Mes shkollës e biznesit, qa kështë gjithë? Njerëz të shkollum punojnë për ata të pashkollumtit, është rregull botnor kë, edhe ata që nuk kanë kryer shkollë dhe kanë hecë në jetë, për mu meritojnë respekt pa fund. Krejti kena pas në për shtëpia tona dhe kena njoft familjar tonë që 2 vllazni janë shkollu, ai treti ai ka punu në dërdimtari e ja ka kry këty në shkollën, apo optan? E në fund edhe kur ja ka kry shkollën, apet këj ka pas punë ma mirë se këta që kanë kry shkollë. Kështu që do me thonë jetë sa je, tena është një fjallë domaqin, do të më konë domaqin, do të më konë punëtor, do të më konë njëri rregullt edhe që aja është bazika. Kjo punë e të shkollumve, respekt për ata njerë që kanë kry shkollë, zdi shkotot se pa ta nuk funksionon as shteti, mirë po ka disa njerë që i shët shkollume ma kanë gërdit shkollën, edhe në vjenë marrë që na përfatsojnë si popull të sa njerës. Disa. Për shambull, a kina jamër specifika veç për me ndonë? Po s'kam na jamër në specifik, po kam përgjithsi kujtes. Tash nuk mëna mi kategorizu njerëzit, për shkak se jena me një emision dhe një diçka që mënen më prejk dikush, po si do qoftë na e patëm një të fundit një intervjistë që e patëm me një djallë, edhe nuk mëna me ditë une personalisht një njeri që ka hyp në autobus të shkollës për shembull, edhe ka nejt në kom nuk u ullë në për karrika, vetë sa mi kalu në i femën e mu bashkit me ta, e mi janë nisaj me full për shkollës diçka, edhe fakov. Mulje, po vazhdo edhe për ty po ta bëj pyqe në njajt, mas i rizën e pyta, shikiti pun të lidhje me femnat, pak me dashuri. Pak ma i ri, po... I ri njerë jena të punu si jena të nollë, jena të bo njerëz me nuse, me femna, me gra, me dashne, me ketë, jena të punu për klientur tonë. Ata njerë mu dashuru, tani na kjena ko. E me ty, kush ka mu merë për me shtu dashuru? Kush ka mu merë, kush ka mu kujdes për? Në vetë. Jam të tentu me qedh vetën mas një kohë, e me nëzoni femën që është duan. Apo në që kemi adalë? Gjithë. Faleminderit shumë, faleminderit për intervistën që na jape. Muli, faleminderit edhe për e teja. Faleminderit gjithashtu. Kujtes në Vetëm suksese. intervistë shumë të bukur që e ke bo këto me neve, të rojna fatë në këtë vazhdimësinë e emisioneve tua. E jo përshëndes shumë. Faleminderit shumë. Shumë.